Në mot me shi të dendur, 6 rrugë të qytetit të Durrësit do të kenë të stakuar ndriçimin publik. Durrës Lajm mëson nga burime pranë sektorit të ndriçimit në ndërmarrjen rruga, se bëhet fjalë për akset Laukia, Mbreti Piro, Abas Çelkupa, Nekili Bohova, Mujo Ulqinaku dhe Hysen Kërtusha. Pas vdekjes tragjike të 43 vjeçarit Bardhyl Kaloshi, Inspektoriati Shtetëror Tekniko-Industrial ka kryer një sër verifikimesh në rrjetin e ndriçimit publik të qytetit dhe të institucioneve dhe ka dalë në përfundimin se në këto akse nuk plotësohet siguria teknike. Përmbytja e këtyre rrugëve dhe rreziku që në ditët me shi, niveli i ujit të kalojë atë të pusetave elektrike, rrit në mënyrë eksponenciale mundësinë që ngjarje tragjike me humbje jete njerëzore të përsëriten. Por, mos funksionimi i ndriçimit publik nuk konstatohet vetëm në ditët me shi. Mirëmbajtja vazhdueshme e 18.000 ndriçuesve të shtrirë në 70 km linear linjë ndriçimi publik dhe dëmtimi i vazhdueshëm i shtyllave nga elementet keqbërës që vjedhin kabllot elektrik i lë shpesh akset kryesore dhe dytësore në errësirë. Pasojat në këto raste i vuajnë qytetarët. Dritat e makinave apo reklamat e bizneseve janë të vetmet shpëtimtar të kalimtarëve që lëvizin në orët e vona. Ndriçimi ikën ndonjëherë, ndriçimi po çfarë do bëjmë? Unë rri në spital, rri atje një ditë i ndritin, një ditë si ndrit si japin janë, i kanë vënë si drita, po shumë herë shpesh nuk ka. Krijon probleme për ju si banor? Po si nuk krijon, me fjalë vjen gruaja natën duhet i dal unë se në errësirë si bëhet kjo punë. Ju lëvizni shpesh natën? Pa drita është, pa drita. Krijon probleme për ju? Probleme për çdo njeri që dash qeti vjetër, edhe njeri me qenë, pra probleme ka. Tek punë e djalit tim, edhe aty që janë 2 shtylla pa ndriçim. Pra që është shëtitoria Taulantja. Taulantja. Vinë me darkë në ora 6 dritat, ato 2 nuk ndisen. Krahas 6 rrugëve ku ndriçimi publik nuk do të jetë funksional në ditët me rreshje. Në errësirë do të jetë dhe aksi Adria, nga ura Dajlanit deri tek stacioni i trenit, i cili prej muajsh i është nënshtruar rehabilitimit. Në fundjavë, firma që po kryen punimet nisi demontimin e shtyllave ekzistuese të ndriçimit. Për shkak të rehabilitimit që po kryhet me fondet e Bergj, kjo rrugë nuk do të ketë ashtu si çdo vit tjetër dekorin festiv. Ndërkohë, infrastruktura e vjetër rrugore në disa akse në lagjet numër 12, 16 dhe 18, të cilat kanë problematika të vazhdueshme me ndriçimin publik, ka nevojë të riparohet, por për këtë nevojiten fonde. Bashkia po harton buxhetin për vitin e ardhshëm, por nuk dihet ende nëse një zë i caktuar në të do të jetë i destinuar për zëvendësimin e rrjetit elektrik të ndriçuesve të qytetit. Edhe nëse një fond i veçantë do të miratohet, procedurat tenderuese mund ta pamundësojnë ndërhyrjen gjatë muajve të parë të vitit të ardhshëm. Zgjidhja më e shpejtë për qytetarët në këtë rast është që dimri i këtij viti të ketë sa më pak ditë me shi.